Ti e ke dëgjuar emrin e tij që prej fëmijërisë. Në kish e quajnë Zot. Në xhami e quajnë profeti paqar. Në histori e quajnë mësues i paqes. Por çfarë do të thotë kjo për ty, sot, në këtë çast ku zemra jote është e lodhur? Muslimanët e nderojnë Jezusin si Isa, biri i Merimës, të lindur pa baba, që tha fjalët e Zotit, që do të kthehet para ditës së gjykimit. Krishterët e adhurojnë si biri i Zotit, që vdiq për mëkatin ton dhe ringjalli për ta dhënë jetë. Por këtu qëndron pyetja që e frikson të gjithë. A mund të jenë të dyja të vërteta? Jo, sepse Jezusi nuk tha kurrë, unë jam thjesht një profet. Ai tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Dhe kjo nuk është një pretendim i arrogante, është një ofertë e dashurisë për ata që janë të gatshëm ta pranojnë. Sot, Jezusi nuk po të kërkon të bëhesh krishter ose musliman. Ai po të kërkon të bëhesh i vërtet. Në Kur'an, Jezusi, Isa, nuk është thjesht një emër. Ai është fjala e Perëndisë, shpirti nga ai, mirëbërësi që ringjall të vdekurit. Kurani e quan atë paqar, të lindur nga virgjëresha, të ngritur nga Perëndia. Në Bibël, Jezusi nuk është thjesht një histori. Ai është fjala që u bë trup, drita e botës. Ai që tha, unë jam, dhe vdiq për ta dashuruar të tjerët. Këtu nuk ka konflikt, ka mister. Sepse të dyja feja e nderojnë Jezusin si të veçantë, jo si një nga shumë. Por Bibla shkon një hap më tej. Ajo thot se ai nuk është thjesht një zë nga qielli, ai është qielli që vjen në tokë. Dhe këtu shqiptarët mund të mësojmë diçka të bukur. Respekti për Isa nuk kërkon të humbësh identitetin tënd, por të hapësh zemrën për të vërtetën. Sot, Jezusi nuk po të kërkon të zgjidhësh çfarë është e vërtet, ai po të kërkon të jesh i e gatshëm ta shohësh, edhe nëse kjo të thotë të lësh diçka që ke mbajtur të saktë për vite. Të gjithë profetët thanë, kështu thot Zoti. Jezusi tha, unë jam. Mojsi tha, Zoti do të dërgojë Mashihun. Jezusi tha, unë jam Mashiahu. Muhamedi tha, unë jam lajmëtari i Zotit. Jezusi nuk tha kurrë, unë jam lajmëtar. Ai tha, para se të ekzistonte Abrahami, unë jam. Kjo nuk është një dallim i vogël, është një habisi shpirtëror. Sepse kur një profet flet për Zotin, ai qëndron jashtë. Kur Jezusi flet, ai qëndron brenda vetës së Zotit. Dhe kjo është arsyeja pse muslimanët e nderojnë Jezusin, por nuk e quajnë Zot. Dhe krishterët e adhurojnë Jezusin, sepse e shohin Zotin që vjen si njeri. Por për shqiptarët, që kanë jetuar me të dyja këto tradita brenda familjeve, lagjeve, qyteteve, kjo pyetje nuk është teologjike, është personale. A kush më thot të vërtetën për Zotin? Ai që flet për të, apo ai që është ai? Dhe Jezusi nuk po të kërkon të zgjidhësh këtë me mendje. Ai po të kërkon të e provosh me zemër. Nëse je musliman, ti e nderon Jezusin si një nga profetët më të mëdhenj. Ti beson se ai lindi pa baba, që e dashuroi popullin e tij, që do të kthehet për të sjellë drejtësi. Nëse je krishter, ti e adhuron Jezusin si Zotin e jetës. Ti beson se ai vdiq për mëkatin tënd, që ringjalli për ta dhënë paqe, që është sot gjallë. Por për të dyja, ka një zemër e vetme pyetje. A është Jezusi thjesht një model për t'u ndjekur, apo një Zot për t'u takuar? Sepse një profet na tregon çfarë duhet të bëjmë. Jezusi na thot, vini te unë. Një profet na jep një udhëzues. Jezusi na jep veten e tij. Dhe këtu, për shqiptarin modern, që ka dëgjuar emrin e tij në kishe në xhami, nuk bëhet fjalë për kush ka të drejtë. Bëhet fjalë për a je i gatshëm të shohësh kush është ai, pa paragjykime, pa frikë, pa traditë. Sepse Jezusi nuk po të kërkon të ndryshosh fen tënde. Ai po të kërkon të jesh i vërtet. Në histori, profetët shpesh qëndruan larg të pafallshëm. Por Jezusi, ai ha me taksa, bisedoi me gruan e pafallshme, e preu dorën e lebrozit.
Kur muslimanët e konsiderojnë Jezusin si i pastër, ata kanë të drejtë. Por Bibla shton diçka më thellë. Ai nuk ishte i pastër duke u larguar nga të pafallshëm. Ai ishte i pastër duke i pastruar ta. Dhe këtu qëndron mrekullia. Jezusi nuk u ndot nga kontakti me mëkatin, por mëkati u ndrysh nga kontakti me të. Krishterët e quajnë këtë dashuri që shpëton. Muslimanët e quajnë këtë fuqi hyjnore e paqartë. Por për shqiptarin që e ka parë fen të përdoret për të ndarë, kjo është një lajm i mirë. Zoti nuk ka nevojë që ti të jesh i përsosur për të ardhur pranë tij. Ai ka ardhur pranë teje për të bërë të jesh i përsosur. Dhe kjo nuk është fe, është dashuri që thyen çdo mur. Kur Jezusi tha, ati im, ai nuk po bënte një deklaratë fetare. Ai po zbërthej një mister shpirtëror që nuk e kuptojnë as farisejt, as sot shumë prej nesh. Për muslimanët, Zoti është Allahu, i lartësuar, i vetmuar, pa birë. Për krishterët, Zoti është Ati, i dashuruar, i afërt, që flet me zë njerëzor. Dhe këtu, shqiptari që ka dëgjuar të dyja këto fjalë në shtëpi, në shkollë, në rrugë, ndjen një tension të brendshëm. A është Zoti shumë i lartë për të folur me mua, apo aq i afërt sa të më thras bir im? Jezusi nuk tha Allahu im, ai tha Ati im, jo për të ofenduar, por për të hapur një dyer që asnjë profet tjetër nuk ishte hapur. Dhe kjo nuk është teologji, është thirrje. Mos më quaj Zot, ti që je i friksuar. Unë jam Ati yt. Sot, ti nuk e nevojë të zgjidhesh këtë me mendje. Ti ke nevojë vetëm të e dëgjosh me zemër. Shumë prej nesh jemi të kënaqur të jemi të njohur si unë jam krishter, unë jam musliman, unë jam i e besimshëm. Por Jezusi nuk na vlerëson sipas atyre që themi se jemi. Ai na shikon sipas atyre që jemi kur nuk na shikon askush. Ti mund të jesh i njohur në kish për lutjet e tua. Ti mund të jesh i nderuar në xhami për dijen tënde. Por çfarë ndodh kur ti je i vetmuar dhe zemra jote është e zbrazët? Jezusi tha, çka e fsheh zemra, ai që i sheh zemrat e shpërblehet. Dhe këtu qëndron sfida për shqiptarin modern. Ne kemi krijuar një kulturë ku fjala fe është një identitet publik, por Jezusi na thërret të krijojmë një shpirt privat që e dashuron Zotin pa dëshira. Sepse ai që është i njohur ka reputacion, ai që është i panjohur ka marrëdhënie. Dhe Jezusi nuk po të kërkon të jesh i e famshëm, ai po të kërkon të jesh i e vërtet kur nuk ke asnjë dëshmitar, veç Atin. Ti mund të jesh krishter, por të mos besosh se je i shpëtuar. Ti mund të jesh musliman, por të mos besosh se Allahu të do. Ti mund të jesh i pavarësur, por të kesh një zemër që kërkon të vërtetën. Dhe këtu, Jezusi nuk të kërkon të ndreqësh fen tënde. Ai të kërkon të shohësh zemrën tënde. Sepse besa shqiptare ka bërë fen një identitet kombëtar. Por Jezusi e bën atë një takim personal. Ai nuk tha, mos u quaj musliman. Ai nuk tha, mos shkoni në kish. Ai tha, kërkoni dhe do t'ju jepet. Dhe kjo është lajmi i mirë për shqiptarin që ndjen se nuk është i mjaftueshëm për Zotin. Zoti nuk po të kërkon të jesh i përsosur në besim, por je i hapur në kërkim. Sepse ai që kërkon, edhe në heshtje, edhe në dyshim, edhe pa emër për Zotin, tashmë është në rrugë për ta takuar. Shumë prej nesh jemi të lodhur nga kërkesa për të qenë të sigurt në besim. A je i shpëtuar? A je i drejt? A ke lutur sakt? Por Jezusi nuk tha kur bëhuni të sigurt. Ai tha, bëhuni si fëmijët. Dhe fëmijët nuk janë të sigurt, ata janë të hapur. Nuk kanë përgjigje, ata kanë besim. Kur muslimanët luten, hidhajna siratal mustakim, udhëzoje mua në rrugën e drejtë, ata nuk kërkojnë të dinë gjithçka, ata kërkojnë udhëzues. Kur krishterët luten, zotëria ma trego, ata nuk kërkojnë perfeksion, ata kërkojnë prani. Dhe Jezusi që e njeh zemrën e shqiptarit, që ka parë kisha të mbyllura, xhami të rëna, fe të përdorura për pushtet, sot ti thot, mos u lodh nga të qenit i sakt, lodhu nga të qenit i larguar nga unë, sepse Zoti nuk ka nevojë për besim të përsosur, ai ka nevojë për zemra të gjalla.
Kjo seri nuk ka qenë për të treguar se kush ka të drejtë, ka qenë për të treguar se kush ka zemër të hapur. Jezusi nuk është pronë e kishës, ai nuk është pronë e xhamisë, ai nuk është i krishterëve ose i muslimanëve, ai është i Zotit, dhe ai që e kërkon Atin me të vërtetë do ta takojë birin. Shqipëria ka kaluar përmes errësirës së ateizmit, pastaj përmes ndarjes së feve. Por sot ka një ditë e re dhe një zë i qetë që thret. Vini te unë, të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të ngarkuar. Ai nuk tha, vini por të keni fe të saktë. Ai nuk tha, vini por të jeni të pastër. Ai tha thjesht, vini. Dhe kjo është lajmi i mirë për shqiptarin që ndjen se nuk i takon asnjërs palë. Ti i takon atij që bëri të dyja palët të jenë të mundshme. Sepse dashuria e Jezusit nuk pyet se çfarë ti beson. Ajo pyet, a je gati të më lëshosh të doja ashtu si je?